Përshëndetje miq të Onovo, gjendemi në një muaj shumë të rëndësishëm siç është tetori, ndryshe i quajtur muaj tetori roz. Është shumë e rëndësishme që ta kujtojmë këtë muaj sepse është muaj i vetë ndërgjegjësimit dhe kujdesit për vetes dhe shëndetit ton si gra. Jam këtu së bashku me dietologen ton, Rida Basha. Përshëndetje Rida. Përshëndetje Sonja, më vjen mirë që pret një tema të tilla, edhe pse tetori nuk të lejon të mos e prekësh, por ajo çfarë është e rëndësishme të kuptojmë që çdo ditë dhe çdo muaj është tetor, sepse nuk duhet ta presim gjithmonë si muaj për tu diagnostikuar. Atëherë tema që do të prekim sot është ushqyerja dhe sa ndikon ushqimi për të parandaluar kancerin. Por dua të theksoj se ti si dietologe, sa ka kompetenca një dietologe për ta diskutuar këtë lloj tematike? Po, sot mjekësia po shkon drejt asaj që quhet mjekësi preventive, që do thotë është parandaluese. Dhe në fakt ku ka më mirë se stili i jetesës për të parandaluar disa faktorë të ndryshueshëm të sëmundjeve të caktuara dhe një ndër to është edhe kanceri. Po, përveç këtij fakti, asnjëherë në daljet e mia nuk kam dalë pa sigurt, që do të thotë jam siguruar që të kem backgroundin e duhur, qoftë arsimor, por qoftë edhe shkencor për të diskutuar një temë si kjo kaq delikate. Unë në fakt jam në zhvillim të doktoraturës në Rom, në Sapienza, për tumoret neuroendokrin, rolin e ushqimit në disfunksionin mitokondrial dhe tumoret neuroendokrin. Dhe nëse vërtet do t'i fokusoheshim ushqyerjes kaq shumë, do ta kuptonim se roli i saj është më tej se sa thjesht humba pesh apo shtova pesh. Është deri në detaje të proliferimit qelizor, pra të shumimit qelizor, të kontrollit të kësaj situate dhe shumë elemente të tjerë. Përpos kësaj, studimet shumë shpesh të avancuara, ndërkohë edhe një tjetër specializim sa afërmi në një ndër laboratoret onkologjike më të njohur në botë, por që le të jetë surprizë për herës tjetër. Dhe kështu, jo vetëm që ka kompetencë, por të paktën flas për veten time, jemi njerëzit e duhur që duhet të dëgjohemi përpara se të kemi nevojë për ndërhyrje më të thella kirurgjikale apo medikamentoze. Prandaj vendosa që ta bënim dhe këtë diskutim së bashku, sepse dhe problematikat me kancerin dhe ushqimin janë dy gjëra shumë të ndërlidhura me njëra tjetrën, por që shumë njerëz shpesh anashkalojnë. Dua të pyes pak për ushqimin, sa ndikon keq ushqyerja tek kanceri, ose si mund ta parandalojmë, ose a ndikon ushqyerja në krijimin e qelizave kancerogjene? Parandalo është fjalë shumë e duhur, është pikërisht dhe titulli i librit që kam bërë enkas për tetorin roz dhe në fokus ka pikërisht këtë situatë, ushqyerjen dhe stilin e jetesës, duke përfshirë kështu edhe menaxhimin e stresit. Sigurisht që shumë ushqime na çojnë në një sëmundje të caktuar dhe shumë prej tyre na e ndalojnë atë rrugë deri atje ose të paktën na e frenojnë. Duhet të theksojmë që kanceri nuk është një sëmundje e cila vjen vetëm nga keq ushqyerja. Sigurisht janë faktorë trashëgimtar, është mjedisi përreth, janë medikamente të caktuara, stresi kronik, inflamacioni kronik, e shumë arsye dhe faktorë. Por le të mbetemi te faktorët e ndryshueshëm, dhe faktorët e ndryshueshëm janë ushqyerja, aktiviteti fizik, gjumi i mirë dhe cilësia e ambientit ku ne jetojmë. Dhe po ka ushqime të cilat e frenojnë shumëfishimin e pakontrolluar qelizor, apo të paktën le të themi rritjen e një mbrojtje më të mirë nga ana e trupit ton, le ta themi kështu, e organizmit. Kjo si pasojë e ushqimeve që mund të jenë kryesisht shtinore, lokale, të pasur me antioksidantë, të pasur me vitamina, të pasur me minerale dhe pa diskutim ajo që ne e quajmë jo eksperimentale me trupin. Zakonisht ne dëgjojmë shpesh dieta të çuditshme me emra ndoshta trend, por jo gjithmonë duhet të besojmë gjithçka që dëgjojmë, sepse vërtet, marrim rastin e dietës fasting, është e këshillueshme dhe patjetër që është një ndër dietat të cilat ndihmon në parandalimin e kancerit, por jo të kthehet në një stil jetese. Kështu që nëse përgjigjja do të ishte e thjeshtë, do jetë po, ka ushqime të cilat na ndihmojnë për ta parandaluar situatën. Cilat janë disa nga këto ushqime? Pak a shumë unë i përmenda, çdo stin ka fruta perimet e veta. Ajo çfarë duhet të bëjmë më shumë është të fokusohemi drejt lokalitetit. Pra, nuk kam asnjë arsye pse të gjej një ushqim që nuk ndodhet në trojet shqiptare dhe që natyra shqiptare nuk e rrit. Këtë doja të pyesja, në fakt sepse ne shqiptarët jemi popull mesdhetar. Pra, a është rëndësishme që të konsumojmë këto ushqimet tradicionale ose ushqimet tona? Absolutisht, po çdo gjë e cila është e natyrës shqiptare, qoftë e detit, e tokës apo e ajrit, duhet patjetër të konsumojë. Pra, shpendët apo peshit. Për shembull, unë shoh një trend të jashtëzakonshëm për konsum të salmonit. Patjetër, është i pasur
me shumë acide yndyrore, me omega-3, EPA, DHA e tjera me radhë, por salmoni vjen nga vendet skandinave, sigurisht kërkon një kohë transporti, qëndrimi në makina frigoriferike, dhoma frigoriferike. Përse duhet të shkojmë dhe të presim kaq shumë për një produkt i cili nuk e ofron sigurinë sikur të kishim qenë në vendet skandinave, kur ne kemi sardelet tona, kemi peshqit e deteve tona, të cilat na ofrojnë vërtet shumë vlera ushqyese. Dhe sigurisht kemi pastaj vajin e ullirit, mbretin e po themi antioksidantëve dhe antiinflamatorëve. I shumë diskutuar. I pasur me shumë vlera ushqyese, ne kemi bërë dhe video që e kemi shpjeguar vlerat e tij, dhe është një antiinflamator shumë i mirë, sepse në fund të fundit çfarë duhet të bëjmë? Të ulim inflamacionin kronik sidomos për të mos shkuar në situatat agravuara si kundërsh edhe kanceri. Po patjetër kemi nutracetikët, qepa, hudhra, preshi që është i sezonit të vjeshtës. Pra ka shumë ushqime të cilat na ofrojnë mundësinë për të parandaluar. Nga ana tjetër, lakra e kuqe, qepa e kuqe përmbajnë dhe quercetin dhe silic, dy antioksidantë shumë të rëndësishëm për parandalimin e qelizave kancerogjene, por edhe patjetër për frenimin e situatave të tjera inflamatore në organizëm. Po fibra gjithashtu të pasur si një ndihmës shumë e mirë për mikrobiotën intestinale, e cila ushqehet me to dhe pastaj prodhon postbiotikët si kundër është butirati, propionati e të tjerë, të cilët e ndihmojnë organizmin ton të jetë më i shëndetshëm apo acidet yndyrore me zinxhir të shkurtër. Po le të kthehemi pastaj tek bulbet, pra patatja apo zhardhok të tjerë, panxhari që përsëri konsiderohen si perime të jetës. Pse? Sepse na ofrojnë beta-karoten, na ofrojnë mundësi që qelizat të jetë shëndetshme, të riprodhohet shëndetshëm dhe të fitojmë energji. Por kur flasim për fitim energjie apo të peshës, gjithmonë i dedikohemi shtimit të masës muskulare dhe për një arsye të caktuar, për të dalë tek tema e doktoraturës që s'mund ta shmangdot, është pikërisht rritja e masës muskulare për të pasur më shumë mundësi për të fituar mitokondri dhe imunitet. Mitokondrit gjenden në shumë qeliza të trupit tonë, pa diskutim, dhe ne mund të kemi me mijëra, miliona, por varet si ne ushqehemi dhe se si ne i drejtojmë ato të shumohen apo të prodhojnë atë llampën e energjisë që konsiderohet ndryshe dhe pastaj mitokondria si një termocentral. Por në fakt ushqyerja, rrezatimi ultraviolet, stili i jetesës në tërësi apo duanpiri, alkooli, pra le të themi disa vese apo zakonet tonat janë ato që japin komandë trupit ose ta prodhoj më shumë apo më mirë, ose le të jep më e shëndetshme të themi apo e pashëndetshme, në mënyrë që të ulim ato që zakonisht e quajmë stres oksidativ, që është primari i cili na çon në kancer. Hyri, çfarë lidhje ka mikrobiota në sistemin ton imunitar të gratë që kanë kaluar se duan ta parandalojnë kancerin? Viteve të fundit ka filluar të flitet për mikrobiotën, një temë të cilën e kam zgjeruar shumë herët. Ose më saktë, çfarë është mikrobiota? Le të ta nisim nga e para. Po, të cilën e kam zhvilluar shumë herët atëherë ku ndonjëherë dukej tabu apo në thonjza budallik çfarë po thoja. Por fatmirësisht informacioni ka ardhur edhe këtu dhe shumë njerëz tani kanë filluar ta kuptojnë që mikrobiota, kjo mbretëri e madhe e protozoarëve, e kërpudhave, viruseve, baktereve që bashkëtojnë me ne, me triliona në numër, janë kaq shumë le të themi të rëndësishëm sa pa tonë nuk do të ekzistonim. Pra, ne kemi mikrobiotën dhe mikrobiomën. Mikrobiota është tërësia dhe diversiteti i këtyre mikroorganizmave që jetojnë bashkë me ne, ndërkohë mikrobioma është materiali genetik i këtyre mikroorganizmave. Dhe ne kemi mësuar ta dëgjojmë që mikrobiota ndodhet vetëm në zor, por jo, ne kemi mikrobiotën në lëkurë, në rrugët respiratore, në mushkëri tek pleura, kemi në rrugët genitale, pra kudo jemi të rrethuar. Edhe veshka, po ka mikrobiotën e saj. Zero kudo, domethënë. Është kudo dhe ajo çfarë është shumë e rëndësishme është që nëse ne nuk i ushqejmë këto element, këto le të themi mikroorganizma me fibra, me probiotik, me prebiotik, sigurisht këto nuk do të jenë të shumuara. Do të ketë probleme ose në diversitetin e tyre, ose në numrin e tyre, pra ose në llojshmëri ose në sasi në numër të tyre. Dhe po, mikrobiota është përgjegjëse për sistemin tonë imunitar dhe mikrobiota vetë pastaj varet nga mënyra qoftë edhe se si kemi lindur, me lindje cezariane apo me lindje natyrale, jemi ushqyer me gjie apo jo, e shumë fillon që në gjenezë gjithë. Që në gjenezë, po, fillon që në gjenezë. Dhe patjetër mënyra se si jemi ekspozuar ndaj ushqimeve të para
apo epigenetika, pra ambienti jashtëm, si ka ndikuar në të gjithën këtë, dhe mikrobiota mbetet përgjegjëse për prodhim të 90% të serotoninës, që ne e quajmë një hormon të lumturisë, pavarësisht në aspektin kimik ne mund ta quajmë një neurotransmetues, si kundër GABA dhe të tjerë, por mbetet përgjegjëse dhe për 70-80% të sistemit imunitar. Po ashtu vetzora është e pajisur me një sistem të veçuar ose të pavarur enterik, që quhet një sistem nervor i pavarur, i cili ka nevojë të ushqehet edhe ky. Edhe ushqimet të cilat janë të pasura me B12, pra me vitaminin B12, apo të pasura me antioksidant, apo të pasura me fibra që e përmenda shumë herë, janë një ushqim i mirë i kësaj mikrobiote për të ndihmuar diversitetin, llojshmërinë. Patjetër, nëse ne kemi dhe situata si kundër është një temperaturë apo një virozë e caktuar, mikrobiota fillon të preket nga gjitha kjo, pra përdorimi i antibiotikëve pa kriter mund ta prishë mikrobiotën. Dhe normalisht në momentin që prishet mikrobiota, si logjik do të kemi dhe rënje të sistemit imunitar. Kryesisht te diabetikët apo te gratë me sëmundje autoimune, në tërësi të sëmurët me sëmundje autoimune, por përmenda gratë janë më vulnerabël ndaj kësaj situate dhe imuniteti është më i rrëzuar, më i dobët. Ti ke studiuar rolin e mitokondrive në tumor, si ndikon ushqimi në funksionimin e tyre? Në fakt ende në proces studimi dhe projekti që po zhvillojmë në laborator është në 3 modele, edhe ajo çfarë është e rëndësishme është të theksojmë se kombinimi i disa elementeve është më efektiv, sepse shpesh jemi mësuar që të marrim një suplement veç, një ushqim veç dhe duke pretenduar që kjo mund të na bëjë magji, por studimi të paktën deri tani ka treguar se bashkimi i disa nutrientëve ka bërë të mundur reagimin më mirë të tumoreve. Kur flasim për tumor neuroendokrin, janë shumë të rralla realisht, edhe pacientët që ne studiojmë aty në Rom, në një prej spitaleve në Sant Andrea, është shumë i kufizuar, sepse normalisht edhe kapet vonë dhe një ndër organet që preket është pikërisht edhe pankreasi. Megjithatë, nëse ne arrim të ushqehemi shëndetshëm në gati 80-90% të ditës tonë, sepse nuk mundet do të jemi 100% strikt, por të paktën kur është e nevojshme le të merren suplemente. Kuptohet që unë, si dietologe, do të them po, do të shkojmë drejt ushqyerjes, e cila është e pasur me koenzimin që 10, për shembull tek veza, por nëse nuk mundemi e marrim në një mënyrë tjetër, por është shumë e rëndësishme të marrim acidin alfa lipoik, që po ashtu mbetet tek çaji, në qoftë se keni dëgjuar xhibaçi gomarit, ose silibiumi, i cili na ofron mundësinë që ta pastrojmë mëlçin. Po çfarë na intereson kjo? Në këtë mënyrë ne bëjmë edhe eliminim të toksinave. Po është shumë i rëndësishëm marrja e nikotin ribozoidit, që përsëri trupi e prodhon vetë, është një prekursor i NAD+ dhe i prodhimit të energjisë. Por çfarë nëse ne nuk e marrim dot nëpërmjet ushqimeve, atëherë na duhet ta suplementojmë. Pra edhe shumë elemente të tjerë për mos zbuluar shumë nga studimi. Dhe ajo çfarë mbetet në themel të së gjithës është që po, ushqimi ka një rol thelbësor për të ndryshuar me vlera të larta sjelljen që mitokondria ka në tumore. Dhe në mënyrë të padiskutueshme, nëse çdo sistem në trupin ton është në rregull, por mitokondria ka filluar të çekuilibrohet apo të krijojë disfunksion, ju asiguroj që është një kaskadë e cila do ndjekë njëra pas tjetrën deri në degenerim, qoftë një organi të caktuar e mëtej. Flasim pak për peshën. A ndikon mbi pesha humori, stresi në krijimin ose në zhvillimin e kancerit? Po, patjetër që po. Mbi pesha është një ndër faktorët kryesor, duke qenë që numri i personave mbi peshë është rritur. Dhe përpos kësaj, masa dhjamore është shtesë përveç kësaj, po është edhe një tregues i inflamacionit. Pra, në momentin që ti ke sasi të lartë të masës dhjamore, ke dhe inflamacion të lartë. Dhe inflamacioni i lartë kronik do të na pengoj. Po nga ana tjetër stresi rrit ose nxit prodhimin e kortizolit nga gjëndrat mbiveshkore ose adrenale. Dhe patjetër duke qenë prezent në kohë, bën ato që ne i quajmë inflamacion kronik, se kemi inflamacion akut, kemi dhe inflamacion kronik. Akut ndodh me një herë, ti merr masat dhe okay. Por inflamacioni kronik është ai që e ke për kohë të gjatë, edhe ja shmang situatën, pra i shmang simptomat duke i ngatruar me lodhje e tjera me radhë, por është pikërisht prania e kortizolit të lartë që e bën këtë. Dhe do kisha sugjeruar që krahas proteinës së reaktive që jepet për të parë inflamacionin, le të jepet dhe interleukina 6, sepse është ajo që tregon praktikisht çfarë ndodh në thelb të situatës. Ose okay, kemi marrë antiinflamator apo ushqime antiinflamatore, por në fakt nuk kemi rregulluar atë basenin i cili mund të jetë
duke vluar, themi. Dhe po, sekta stresit është shumë e rëndësishme të kuptojmë përveç bërjes së aktiviteteve tipik yoga, meditim, ecje e të tjera me radhë që ndihmojnë patjetër edhe oksigjenimin e trupit dhe rregullimin e funksionit të mitokondrisë, por ajo çfarë duhet bërë është frymëkëmbimi. Unë e u them ndonjëherë pacientëve që ne nuk dimë të marrim frymë, sepse bëjmë një proces automatik. Po, kemi diskutuar. Po, dhe është e njëjta gjë edhe me këtë. Pra në momentin që nuk oksigjenojmë trurin, nuk kemi arritur gjë. Dhe stimulimi i nervit vagus që duhet. Çfarë është nervi vagus? Nervi vagus është nervi më i gjatë i pjesës të sipërme të trurit, fillon me të trupit, fillon në kokë, zbret në venën jugulare në anën e majt, vazhdon në toraks, zbret në abdomen, pra në bark, derisa përfundon në sistemin genital. Si bëhet stimulimi? Janë disa ushtrime specifike që mirë është i bëjmë një ditë tjetër, kështu dhe audiencën e njohim me këtë mënyrë, që konsiderohet si holistike, por në fakt është shkencore, dhe nëse ne mbajmë një marrëdhënie të mirë ndërmjet nervit vagus dhe gjendrës spinale, e cila prodhon melatoninën që ne kemi konsideruar si hormon gjumi, por që në fakt është një antioksidant natyral, atëherë ju siguroj që të paktën do të mundohemi ta mbajmë larg kancerin dhe çdo sëmundje tjetër, sikundër është i pashmangshëm nëse është faktor genetik i trashëguar apo është i varur nga hormonet. Kështu që a priori ne nuk mund të themi që po hëngre mirë, po bëre këtë ti shpëtove nga kanceri. Asnjëherë nuk mund të absolut, por ama këto janë ato armët që ne kemi në duar dhe që mund ta parandalojmë. Mund ta parandalojmë dhe le të themi që janë armë goxha me kapacitet të lartë për ta bërë. Shpesh ne si shqiptar nuk është se bëjmë shumë vizita, konsulta ose check-up-e. Hyritësi, çfarë rekomandon? Sa herë në vit ne duhet bëjmë paktën një check-up personal, sidomos ne femrat, gjatë vitit? Unë jam shumë pro bërjes së ekzaminimeve dhe madje edhe kur më vinë pacientët në klinik, asnjëherë nuk tentoj të bëj një regjim ushqimor pa bërë disa analiza. Ato paktën check-upin bazë dhe pretendoj të paktën të jetë 2 herë në vit ose 1 herë në 3 muaj në varësi të personit, se nëse një person e kemi me diabet, sigurisht që hemoglobinë e glukozuar do ta bëjmë më shpesh e të tjera, ose ai që është me dislipidemi apo që i ka dislipidemi familjare etj. Po të paktën 1 herë në vit apo 2 herë në vit është pra 1 në 6 muaj është mirë të bëhet dhe kryesisht gjaku komplet me formulë ose hemogram, bilanc biokimik për të parë transaminazat, bilirubin e të tjera me radhë, lipidogram e fraksionuar për të parë qoftë kolesterolin në tërësi, po edhe trigliceridet, kolesterol mirë të keq e tjera me radhë, këto terma që ne kemi përdorur shpesh, riskun arteriosklerotik dhe unë doja shumë edhe të matej vëllimi i oksigjenit në trup. Zakonisht ne nuk e masim. Dhe një pjesë e mirë e problemeve shëndetësore edhe disfunksionit mitokondrial vjen pikërisht. Kjo ofrohet këtu në Tiranë? Besoj po, jam e sigurt që po. Edhe interleukina 6 krahas PCR-s, jo të matet shpejt. Ne gjithë vuajmë ose le të themi mund të kemi inflamacion, se thash qoftë celuliti është inflamacion endodhermor, por të paktën të mos kemi ato që na shkakton këto problemet e tjera. Dhe lodhja e shpesh ndonjëherë nuk vjen vetëm sepse ne e kemi kaluar kapacitetin e orëve në punë apo kemi bërë më shumë punë, po sepse diçka në trup po na sinjalizon. Edhe në fakt me studentët e them ose trëm nga inflamacioni, falenderoj që ekziston se për ndryshe po të jep sinjal, për ndryshe nuk do kishim kuptuar akoma asnjë gjë çfarë ndodh. Hyrit, a ekzistojnë ushqime që mund të nxisin zhvillimin e qelizave tumorale apo disbalancën hormonale? Sigurisht që po, nuk janë vetëm ushqimet, janë edhe enët që gatuajmë, janë edhe kremrat që përdorim, është edhe ambienti, bisfenolet apo gjithçka tjetër. Megjithatë, po janë ushqimet të cilat ne i quajmë të pashëndetshme për çdo lloj situate, që janë të skuqurat, fast food, junk food, pijete energjike, pijete gazuara, pijete ëmbëlsuara, pra të gjitha këto ushqime, këto salca kuqe, çfarë quhet për sweet chili? Jo. Ketchup. Gjithashtu edhe ketchup, mustard, të cilat tregtohen, sepse në fakt mustarda si bim është shumë e shëndetshme, por jo në mënyrën se si tregtohet apo përdoret. Duhet patur parasysh edhe mungesa e konsumit të ushqimeve që përmbajnë fitosterol, i cili na ndihmon që ta rregullojmë, ose fitoestrogen, të cilët na ndihmojnë që të rregullojmë nivelin e kolesterolit nëpërmjet bimëve, por edhe nivelin e estrogenit nëpërmjet bimëve. Dhe ajo çfarë është shumë e rëndësishme është kontrolli i herpashershëm, sepse mund të kemi një jetë të shëndetshme, por ndonjëherë disa sëmundje zhvillohen edhe krahas kësaj dhe kur më bëre pyetjen a duhet kontrollohemi dhe sa herë, pap testin ne harrojmë shpesh, ose mendojmë që ose e bëm para 2 vitesh. Është mirë ta kapim çdo gjë në kohë dhe
të fokusohemi tek ushqimet të cilat janë edhe fermente. Pra krahas atyre që përmendëm janë edhe fermente. Dhe kur përmenda enët e kuzhinës, është shumë e rëndësishme sepse nëpërmjet enëve të kuzhinës ne mund të marrim element kancerogjen apo mungjeri ose që duhen ndruar shpesh. Po, sungjeri enëve që ne e mbajmë aty derisa të ndahet ajo zeza nga efekta. Është një element, është një faktor që na pengon, na dëmton, po ashtu vajrat, riciklimi i vajrave, apo të paktën më përpara dhe për hir të kushteve ekonomike mbaj vaj skuqur për skuqur një gjë tjetër, ose e hedhin një gjë. Pra këto janë, ose le të themi, nëse e ruajmë vajin, kemi ruajtur kancerin. Pra kemi ruajtur kancerin për ta futur përsëri në trup. Kështu që larg. Pra faktorët janë të shumë, si të jashtëm, si të brendshëm, si ushqime. Imagjino aroma e rrobave, ilaçi i rrobave, imagjino të tjera pastaj që ne konsumojmë, paketimi ose emballazhimi i ushqimit. Po ashtu ka rëndësi. Por që të përpiqemi ta minimizojmë. Patjetër. Mi qemi tek pjesa e tek tematika e ushqimit. Si mund ta shikojmë ushqimin si një, domethënë, mënyrë për të ruajtur veten dhe jo si një kufizim ndaj vetes, le të themi, ose ndaj ato dëshirave që ne kemi shpeshherë për të konsumuar diçka që quhet si ushqim i pashëndetshëm. Po, në fakt ky është një ndër frikrat që kanë të gjithë personat para se të futen në një regjim ushqimor. Dhe nëse ke filluar të bësh një regjim ushqimor i cili të kufizon jetën sociale, do të thotë që ai nuk është për ty. Ndaj dieta mesdhetare është më e rekomanduar, sepse nuk përjashton asnjë ushqim nga ato dieta. kënaqësitë e vogla të Sikundër ti je njeri dhe patjetër që ndoshta një herë në javë apo një herë në 2 javë ke dëshirë të dalësh pak nga rutina jote. Absolutisht mund ta bësh këtë gjë. Gjithë problemi nuk qëndron sa herë pive ti një gotë verë, a pive ti një gotë verë, por sa herë e piti këtë gotën e verës. Dhe ajo çfarë është më e rëndësishme është vetë dia në konsum. Mos mendoj që problemi është vetëm kur ham ushqime të këqija. Problemi është edhe kur ne ham pa vëmendje. Nuk masim dot sasin, nuk e shijojmë, nuk japim mekanizmat trurit, ham shpejt e shpejt, marrim ajër, po ashtu na fryn zorët dhe po ashtu përballë telefonit, le të themi që ushqimi nuk është më ushqim, por është një helm. Unë këtë kam thënë shumë shpejt dhe aty lindi pastaj edhe ideja e bërjes së librit për fëmijët, sepse një pjesë e mirë e nënave u bën fëmijët, sepse truri nuk prodhon mjaftueshëm hormon, nuk është i përqendruar. Pra, mënyra se si funksionon tretja nuk është më e njëjtë kur ti je i vetëdijsuar aty, pra kur ti e ke vëmendjen aty, kur ti kupton çfarë po ha, si është kombinuar pjata, një ushqimin, një teksturën, kurse kur ti je zënë në telefon apo në televizor, ti nuk i kupton të gjitha këto. Dhe trupi e bën procesin si frymarrja, çfarë thon për frymarrjen? Ti do bësh frymarrje se e ke proces automatik të pavullnetshëm, por ama ti nuk e ke mendjen aty. E njëjta gjë edhe me ushqimin apo me ecjen. Eci unë thon gratë, shkojmë punë, po do shkosh në punë se ke mendjen për të shkuar në punë. Por ama nëse ti del me vetdije për të dalë, dhe trupi funksionon ndryshe, dhe trupi funksionon ndryshe. Dhe në këtë rast, po ashtu edhe tretja e cila nuk pengohet më nga sasitë e tepërta të papërtypura mirë, apo të pakombinuar, apo ngrënia në këmbë. Pak më respekt për trupin tënd. Sepse ne ndonjëherë kujdesemi shumë për të tjerët, po harrojmë veten tonë. Dhe si është një shprehje që dhurata më e bukur që ti mund t'i bësh familjes është shëndeti yt. Po, shumë e vërtet kjo. Rita, të falenderoj shumë që ishe pjesë e këtij podcasti, sidomos me këtë tematikë që është shumë e rëndësishme, sepse Tetori Roz nuk është vetëm një muaj për të kujtuar, për të reflektuar se sa rëndësishme është kujdesemi ne për veten tonë, sidomos gratë, sepse janë pak më shumë të prirura nga këto lloj problematikash. Të falenderoj shumë dhe bashkë do të shihemi në podcastet tona të radhës me tema shumë të interesante. Kënaqësi dhe për mua dhe mezi pres ato tema. Shihemi në podcastin tonë të radhës. Bye.